Në Kukës ka nisur sezoni i vjeljes së patates. Fshati i thellë i Shishtavecit është ndër më të njohurit për prodhimin me një cilësi të lartë. Për të kultivuar, por edhe për të vjel pataten punohet ende me mjete primitive, por për prodhuesit edhe sakrifica e madhe që bëjnë nuk u kthehet në të ardhura. Rrjeti i vaditës mbetet problem kryesor, ndërsa mjetet e punës janë të shekujve të kaluar. Procesi më i vështirë, dihet procesi i bujqësisë, sidomos procesi i shkulljes e ne i shkullim me shatë. Nuk kena mjetë e kështu me shkullim gjithmonë në kohë si në kohë të parë. S'kemi sistem vaditje. A ndikon në uljen e prodhimit? 100%. Duket vetët se me shatë, me kuaj e mbjellim. Thonë se ka pasur vite që prodhimet e tyre jo vetëm që nuk janë shitur, por dhe u janë prishur në shtëpi. Tregun se kena të garantuar se vine i marrë nga Tirana, nuk kena pikë grumbullimi këtu që ti dorëzojmë këtu.